Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Ditën e sotme do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur ditën e diel në Durrës, ku 2 fëmijë të pafajshëm ndruan jetë në vend nga një aksident automobilistik dhe një i tretë është në gjendje të rëndë në spital, pak më i stabilizuar ditën e sotme, dhe ne shprehim ngushëllime të drejt për drejta për familjet e voglushve, por Zoti t'i japi një forcë të jashtëzakonshme për të përballuar pikërisht këtë dhimbje kaq të madhe që ka prekur dhe ka kapluar zemrat e tyre. Fillimisht ne do ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit me zemër të hapur Anila Akmata. I rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, jo vetëm me të ftuarit, por me një lidhje të drejt për drejt dhe në fakt shumë e rëndësishme nga Durrësi. Pavarësisht denoncimeve, gjobave dhe masave të vazhdueshme për drejtim mjeti dhe shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, 57 vjeçari Nikola Radaçi që lëvizte me shpejtësi të lartë dhe nën efektin e alkoolit nuk u ndal as nga tragjedia që shkaktoi. Shpejtësia e lartë me të cilën ai lëvizte me makinë në një zonë të populluar ndërpreu lojën e 3 të miturve dhe jetën e 2 prej tyre, duke i përplasur brutalisht teksa po luanin në trotuar. Nga pamjet e kamerave të sigurisë dhe nga dëshmit e banorëve, rezulton se 57 vjeçari Nikola Radaçi, pas aksidentit që shkaktoi u largua nga vendngjarja, pa e kthyer kokën pas për atë që shkaktoi, me pretendimin se kishte frikë nga reagimi i qytetarëve. Më tej, pas ngritjes së pikave të kontrollit në Durrës, u konstatua nga patrulla e policisë të cilët e ndaluan dhe e vunë në pranga. Sipas policisë së Durrësit, nga kryerja e testit të alkoolit, rezultoi se Nikola Radaçi e drejtonte automjetin në gjendje të dehur, ku përqindja e alkoolit nga testi i parë rezultoi 0.73 mg për litër dhe nga testi i dytë 0.70 mg për litër, ndërsa ju mor edhe kampion gjaku për ekzaminim toksikologjik. 57 vjeçari Nikola Radaçi, banori së një të slagje me familjet e fëmijëve që aksidentoi, rezulton se është ndëshkuar në vitin 2020 për parakalim të gabuar dhe për tejkalim të shpejtësisë 2 herë, me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Banorët e lagjes numër 15 në Durrës thanë për News 24 se kanë denoncuar disa herë 57 vjeçarin për mënyrën se si qarkullonte, duke u ndjerë të rrezikuar. Më e keqja ndodhi këtë të diel, ku 2 fëmijë, 10 dhe 12 vjeç ndërruan jetë tragjikisht, ndërsa një 8 vjeçar, vëllai i njërit prej viktimave, ndodhet ende në spital. Burime nga spitali i traumës bëjnë të ditur se i mituri e ka kaluar rrezikun për jetën dhe do të transferohet në pavion, ku do trajtohet për plagët e marra, duke u bërë shpresë për prindërit e tij. Policia e Durrësit bën të ditur se 57 vjeçari Nikola Radaçi do të përballet me drejtësim për veprat penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt në gjendje të dehur dhe largimi nga vendi i aksidentit. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Lutjet tona shkojnë për një shërim sa më shpejt të 8 vjeçarit, ndërkohë që fëmijëve tani themi lini telefonat dhe lojrat tuaja tek celularët dhe dilni lozni siç kemi lozur ne dikur, por dhe loja është bërë tashmë e rrezikshme për jetën e voglushve. Me mua në studio Elvis Duka, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Në krahun tënd Xena Qirici, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Lidhemi drejt për drejt me Durrësin, aty ku ndodhet Fabiola Eleza, sociopsikologja jon, e cila gjendet shumë pranë familjeve të viktimave, ndërkohë që do t'i jetë drejt për së drejti dhe me kushërirën e njërit prej viktimave. Fabiola, të përshëndes. Përshëndetje, Elvis. Ku ndodhesh në këto momente? Momentalisht ndodhem në njërën nga familjet e viktimave dhe kam pranë meje personin që ka shoqëruar dhe që ka parë gjithë ngjarjen, por që dhe ka shoqëruar djalin që aktualisht është në spital. Po. Ditë të them e vit që gjendja emocionale e gjithë personave, jo e familjarëve që diskutohet, është shumë delikate. Më shumë se mund ta mendoni apo më shumë se mund ta ndjejmë edhe ne vetë. Personalisht jam këtu dhe i kam thënë kujtdo familjari apo të afërm që kanë ndjerë ngarkesë emocionale për të qëndruar sa më pranë edhe me shërbime mbanesë në aspektin psikologjik. Jam e gatshme unë si Fabiol me gjithë ekipin tim për të qëndruar pranë tyre. Madje tashmë që po flisja edhe me zotrin, do të paraqitem dhe në spital ku djali është i shtruar, sepse
ajo çfarë duhet të preket e vis është gjendja e tij shëndetësore, por edhe mendore. Ai është me motrën dhe nuk e di akoma se kushëriri i vet ka ndruar jetë. E kuptoj. Dhe nuk arrim do të imagjinojmë se si do të ndihet ai fëmijë në çastin kur ta marrë vesh. Ndonë se ne këtu po bisedojmë, por ndjenjat tona dhe të qarat e shpirtit janë aty ku nuk imagjinohet. Fabiola, mund të flasim pak me zotrin që ke pranë? Po, mund të flasim. Zotria ju dëgjon aktualisht, por nuk dëshiron që të dalim me video. Mund t'i përcjellin ngushëllimet tona të drejtë për drejta, jemi me ta, ndihma që mund t'i japi media, do t'jemi pranë tyre, besoj se gjithë Shqipërinë e kanë me vete, por çfarë mund të thot ai në lidhje me aksidentin? Si e pa ai aksidentin? Kush janë momentet e para të aksidentit? Unë përshëndetje, ja. Përshëndetje. Ja. Në momenti që ka marrë çunë me atë në telefon, ka thënë që këtu ka bërë aksident vllai. Po. Ka marrë direkt para ambulancës së gjitha. Po. Kur kam futur çunën në makinë. Po. Voglit, vajta pas edhe të tjerë. Kur pas të tjerë që nuk kishin shenja, jetë domethënë gjitha, ka marrë çunën dhe më drejtoi drejt urgjencës. Po. Në Durrës. Po. Dhe në aty pastaj jam nisur për Tiranë, që më kanë nisë spitali Durrësit për Tiranë në urgjencë. Teksa keni transportuar voglushin 8 vjeç fillimisht në Durrës dhe më pas në Tiranë, do doja të dija si ishte gjendja e tij. Arrinte ai të komunikonte me ju? Po, komunikonte. Po? Po, kërkonte shokët. Po? Po, ta thashë si moja bërtës. Nga informacionet që ne kemi, nuk kanë qenë vetëm 3 shok, kanë qenë 4. I 4-ti? Po, i 4-ti nuk ishte shpëtuar, po, ka shpëtuar fal biçikletës së tij, mbrojtjes që ai ka bërë. Po, tani isha unë me teatrin e atit, që takova sa sa erdha prej qëndër, nga Tirana, tani se nxora në reanimacioni djali. Po? Dhe kam shtruar në dhomë, dhe tani sa erdha këtu. Do me thënë, gjendjen e të mbjetuarit e 8 vjeçarit ju e keni parë dhe dje e keni parë dhe sot. Si është gjendja, si është përmirësimi, po? Është ka të rënduar shumë, gjendja psikologjike më shumë rënduar. Çfarë ju tha sot, çfarë pyeti, kush ishin pyetjet që të bëri? Pyese vetëm do më nga do dritës, pyese vetëm po këshuri vetë, si mua është vrarë të se pa i tjetër, të se si mua është... Pra, i nuk e koncepton vdekje në vis. Ai dise janë, u tjesë do më janë plagosur si gjithë të tjerë. Dhe vetëm e gjë që ai unë i kënaqur që unë i dora një foto dhe një video që kishin arrestuar personin, që ai e mante mend se kush është sigur. Vetëm ata mante mend, nuk mante mend gjë tjetër domosdoshmë se si ishte rasti i gjendjes së dy të tjerëve. Edhe aty u kënaq. Do të thotë domosdoshmë kanë nevojë për një mbështetje jashtëzakonisht shumë madhe. A mund ta e kuptoj. Dije ishte psikologë që më thoshte në reanimacion. Po. Por vetëm nuk e kam parë si dyshë po apo jo në ndihmë. Kurse sot asi s'ka. Do ta keni ndihmën nga unë. Po, mund të më thoni pak çfarë plagësh janë shkaktuar te 8 vjeçari, te voglushi? Dëmtim të pjesë legjeni. Po? Që ka një thyri. Po? Edhe te koma. Po? Në djathtë. Domthon ka kyçin e komës poshtë. Ka dhe në mes do më me diskutu zhurit edhe legenin, që është atyre që ka vendosur shtiz. Po? Edhe po bëjmë me treqe. Po? Edhe të pjesa e muskrida. Ndërkohë, i është nënshtruar ndonjë ndërhyrje kirurgjikale? Jo, akoma jo. Jo, asnjë gjë sepse doli mirë pjesa s'ka më. Ndërkohë, është përpjekur të thotë diçka në lidhje me aksidentin, mbante mend detaje? Jo, vetëm thotë që ishte shumë shpejt makina, thotë. Këto pyetje vis as unë personalisht as nuk i rekomandoj që t'i bëhen fëmijës, sidomos në këtë moment, por duhet thjesht të suportohet dhe të mbështetet për ta kaluar, sepse trauma e tij më e madhe do të jetë, thash edhe që parë do të jetë momentin kur ai të marrë vesh lajmin që kushëriri nuk e ka më në jetë, përpos elementeve të tjera. Po pranë djalit kush po rri në këto momente, pranë djalit? Pranë djalit kush është tani? Është motra e zotrisë. Është motra e zotrisë. Ka pyetur për pjesëtarët e tjerë të familjes ku i ka? Po, pyet.
Ka pyetur. Normale që pyet. Si e keni janë në shtëpi. janë në shtëpi. Se s'kam se po janë në shtëpi se s'kam se ti ke babin e sama dhe. Tani djali i plagosur është vëlla me njërin prej viktimave? Fabiola, ma sqaroni pak me zotrin. Po. 8 vjeçari është vëlla me njërin prej viktimave? Dhe kushuriri tjetrit? Jo. Janë kushurinë parë. Vetëm se janë, po. Është kushuri i parë me viktimat. E kuptoj situatën. Është nipi nusës. Nipi i djalit të zotrisë. Okej, duke qenë se është kushuriri i 2 viktimave të tjera, do doja të dija pak në lidhje me familjen e 2 viktimave, dihet që dhimbja është shumë e madhe, ata vetë si familjar si e mësuan ngjarjen. Nuk ka fjalë. Unë kam takuar të jatin që pare vise dhe është fjalët e të jatit ishte tashmë më kalon në qiell të hapur. Është një fjali që të prek shpirtin, ndonë se lidhja emocionale midis babait dhe djalit kishte qenë shumë e madhe me sa unë arrita që të flisja me të personalisht. Nuk kanë lot. Dhe kjo është ajo çfarë mua personalisht më trëm, sepse lotët kur thahen, fillon dhimbja më e madhe në shpirt. E qartë. Fabiola, do doja të dija se mediat kanë folur pikërisht që njëri prej viktimave, njëri prej voglushve, prindrit i kishte jashtë për shkak edhe të një momenti të vështirë shëndetësor. Po, është e vërtet kjo pjesë që i ka patur jashtë. Tani isha unë atje. Është lart duke marrë mjekim. Është duke marrë mjekim. Po, babai i djalit që ka humbur jetën është lart duke marrë mjekim. Unë do shkoj edhe te familja tjetër, do të kaloj edhe atje patjetër, por që edhe gjendja e tyre nuk duhet këtë lehtë. Njerëzit tu sa hyn e dalin pa pushim. Është një situatë shumë kaotik. Fabiola, dua të flas pak me zotrin për sa i përket edhe fëmijës së 4, i cili ka shpëtuar mrekullisht fal edhe biçikletës. Zotria tha që kanë folur me babain. Gjendja e fëmijës së 4 si është? Dua të di çfarë ka thënë babai. Shumë i prekur. A ka dhënë ai ndonjë detaj, ndonjë dëshmi në lidhje çfarë kanë qenë duke bërë fëmijët? Jati vetë vetëm çantë dhe fëmia se ai kërkonte shok. Djali kërkonte shokët. Ai ka mësuar gjithçka në fakt, rrjetet sociale dhe mediat. Ai ka pa lej. Ka arritur të thotë në një detaj? Ja. Megjithatë, duam të flasim pak për 4 fëmijët. Ato po luanin prej sa kohësh aty në atë pjesë të rrugës ku ka ndodhur aksidenti? Gjithë jetës vetë aty. Derisa kanë lind deri tani e pa aty. Janë rritur në këtë zonë dhe luanin çdo ditë në këtë zonë. Gjithmonë. Po për sa i përket autorit, ju e njihni, edhe djali 8 vjeçari e ka njohur. Po, sa problematika që ai për zonën? Gjithmonë problematika që gjithmonë jemi zonë ata. Gjithmonë kemi bërë raportime në polici. Gjithmonë keni bërë raportime në polici. Çështja është, po. Çështja është që ai ka qenë problematik vetëm në drejtimin e automjetit, në lidhje me konsumimin e alkoolit apo? Në drejtim të automjetit sepse konsumimin e alkoolit e ka pasur hap të syt. Pra një nga banorët që konsumonte alkool, por problemi i banorëve ishte që ngriste mjetin me shumë shpejtësi. A ka ndodhur dhe aksidente të tjera, incidente të tjera në lidhje me këtë person? Çfarë mund të më thotë zotria? Ka bërë aksidente me makinën vet, që ka prish makinën vet. Po, ka bërë aksidente, por me mjetin e tij pa dëmtuar të tjerë. E qartë. Megjithatë, vetëm përpara pak momentesh, fëmijët e tij kanë kërkuar një ndjesë publike, nuk e di nëse dikush nga familjarët e tij ka tentuar të vijë pranë jush? Duhet ndjesa. Flas për fëmijët, jo për vetë autorin. Po, fëmijët, çfarë kanë fëmijët? Çfarë kanë fëmijët? Ka tentuar dikush nga familja e tij të vijë pranë jush? Ja, deri tani ja. Okej. Megjithatë ju thatë Megjithatë, ju thatë që 8 vjeçari teksa pa dhe lajmin dhe videon që ju treguat që ai është arrestuar, menjëherë që duk sikur çliru domon sikur i hoqi barr nga supat. E qartë. A mund të di çfarë thon mjekët në këto momente që flasim? Mjekët? Çfarë thon mjekët për djalin që është në spital? Si do presim? Do presim. Jemi ende në pritje të gjendjes së tij shëndetësore se si mund vijoj. Megjithatë, mjekët thonë që ka kaluar zona e rrezikut apo jo?
Po. Jashtë rrezikut për jetën, po. Por që nuk përjashtohet mundësia një ndërhyrje më tej. Patjetër, por të jetë pa rrezik në lidhje me jetën, të paktën pastaj rikuperimet pse jo të jenë sa më të lehta për voglushin. Do doja të dija mbrëmjen e së dielës, pse ka qëndruar në reanimacion, sa e rënd ishte gjendja? Reanimacion unë kam dalë sot në 9:30. Në reanimacione. Kam mirë që kur kam shku, dhe sot në 9:30. Do në pjesën e hedhjes salqis, pjesën e vendosjeve të ekrave, të egzaminimeve, të ekove, fokus, skaner, që ju bë kontrolin gjitha. Do më gradualisht. Arriti që në efektin e qetësuesve të kishte një natë të qetë, ka arritur të fletë? Po, natë e qetë, në efektin e qetësuesve natë e qetë. Do më ishë në 95% natë e qetë. Natë e qetë. Ndërkohë që kur doli nga ora 9:30 sot në mëngjes në dhomë normale, ishte më i qetë përveç se emocioneve për të pyetur edhe për dy kushurinë e tij? Ishte i qetë. Po, dhe unë tani kam dalë, kam dhënë të drejt telefon, se nuk do disa jam këtu. Dhe realisht dhe ble kur ti së të bëj. E kuptoj dhe ngarkesën tuaj, zotëri. Gjithsesi, unë do doja të dija nga ju, a keni një apel ju, jo vetëm si familjar, po edhe si qytetari këtij vendi? Me masa për gjithë, fëmijët janë njësoj, janë pa fashëm. E qartë. Si i misi atyre që humbi janë njësoj për mu. Nuk ka dalim. E qartë. Unë të falenderoj, mund të shkëpusim zotrin, falenderoj për gjitha detajet që dha, ndërkohë Fabiola, më thej që është një situatë... Falemderit ju përshëndes. Fabiola, unë kam folur vazhdimisht dhe ti thej që unë do shkoj t'jap kontributin tim sepse kështu e ndjej, pavarësisht edhe refuzimit, ndoshta edhe keqkuptimit që ka në zonë, ke mundur të flasësh edhe me stafin pedagogjik të shkollës, komunitetit, më thuaj pak, kush janë informacionet që ti më sjell nga terreni? Aktualisht, që parë kam mbyllur një telefonat me drejtoreshën e shkollës ku fëmijët mësonin. Drejtoresha më ka hapur dyrë dhe ka pranuar ndihmën time kundrejt gjithë fëmijëve që ndodhen në atë shkollë, sepse për ata nuk është e lehtë dhe e kam thënë edhe herë tjetër që për te dhimbjes që kemi sot, ajo çfarë mund të mbetet pasojë është ardhmja e këtyre fëmijëve. Vetë drejtoresha ka pranuar ndihmën time, unë do të futem nëpër shkolla normalisht me praninë dhe me miratimin e drejtorisë arsimore për t'i dhënë mbështetjen e duhur emocionale të gjithë fëmijëve, por dhe stafit pedagogjik, në mënyrë që t'i japim sensibilizim më tepër për këta fëmijë, për të ruajtur veten, për të mos shkuar tashmë direkt drejt telefonave, sepse kjo do të jetë mania e radhës, të shkojmë drejt telefonave të mos mësuaj më, por nuk do të jetë e mjaftueshme. Kështu që ndihma ime i gjithë si ekip do të jetë në institucionin arsimore dhe në familjet e prekura nga kjo situatë. Fabiola, do doja të dija edhe tezja e njërit prej viktimave të kishte kërkuar një ndihmë të drejtë për drejtë është familja e djalit. Gjithë familja i ka planuar e vis, që parë kam folur me një person tjetër në familje, e gjithë familja ka planuar ndihmën time me gjithë stafit tim dhe kemi shkëmbyer numrat e kontaktit dhe duke vijuar që nga dita e nesërme ne do të vim në familjet e prekura për t'i ofruar ndihmën emocionale, sepse do të jetë e pamundur që ata të vinë në ambientet e qendrës që un kam për arsye të distancës dhe largimit që ata nuk duan ta bëjnë. Kështu që ne do të jemi në ambientet e familjeve duke filluar që sonde në darkë dhe deri në vijim sa kohë familjet të kenë nevojë. Dhe kjo nuk është thjesht thirrje imja si Fabiol, por thirrje të gjithë atyre që kanë mundësi profesionale për t'i ofruar ndihmë këtyre familjeve, por edhe të tjerave që mund të jenë normalisht të prekur nga kjo situatë. Fabiola, duke qenë se ke qenë në të dyja familjet dhe situata shumë e rëndë siç edhe e përshkrove, mund të më ndash ndonjë detaj të drejtë për drejtë që mund të na shërbejë neve por edhe publikut për të kuptuar situatën, se më the isha dhe tek familja e djalit që ka babajin e smur, që gjyshja dhe motra kishin parë gjithçka, që tezja kishte kërkuar një ndihmë të drejtë për drejtë, ndalojmë pak aty ku është edhe momenti më delikat. Çfarë petin atë familje? Përveç se babait i cili nuk arrinte dhe të artikulohej, që të trëmbi, që ai nuk shpreh asnjë lloj emocioni. Më beso që pjesa më e madhe e familjarëve, sidomos ato që ndodhen në dhomën ku është edhe ku foma nuk arrin dot të artikulohet, kanë vetëm heshtje. Dhe në ambientin ku ndodhen tani që janë pikërisht në oborrin e shtëpisë, nuk arrin të dëgjojnë as zëra, sepse ka shumë heshtje.
askush nuk arrin të thotë domethënë diçka apo të artikulojë një fjalë në formën e ngushëllimit sepse nuk ke ngushëllim çfarë të japësh në këtë rast. Babai në kohë i fëmijës tjetër është lart duke marrë mjekimin, është pa fjalë, është në gjendje shoku, gjyshja po ashtu është në gjendje shumë të rëndë emocionale. Të gjithë familjarët, absolutisht të gjithë familjarët. Mbrëmjen e kaluar në fakt për gjyshen dhe për motrën e njërit prej viktimave të shkërkuar një ndihmë drejt për drejt. Dy viktimat janë kushërim midis njëri tjetrit apo jo? Po, janë kushërim midis njëri tjetrit. Janë kushërin, ndërkohë që janë kushërin dhe me 8 vjeçarin, i cili fatmirësisht ka shpëtuar dhe mund të themi e ka kaluar rrezikun për jetën, por jo dëmtimet që ai ka pësuar dhe që zotëria na i tha. E rëndësishme është që pas ka qenë koshient duke folur gjatë rrugës ditën e djeshme për në spital, ndërkohë që mbrëmjen 95% tha zotëria e ka kaluar i qetë për shkak të medikamenteve dhe ditën e sotme është normale të pyetet gjithçka. Ti me 8 vjeçarin do komunikosh, ndërkohë të lutem Fabiol, duke qenë se je aty, nëse do të kërkohet linja ndoshta me babain e fëmijës së katërt, që e ka mbrojtur bicikleta, do donim ta kishim atë zotëri nëse do të mundohemi të paktën brenda këtij transmetimi. Unë të falenderoj për këtë pjesë parë, kërkoje linjën sapo të kesh dikë pranë teje, e di. Ndoshta babain e personit të katërt, të fëmijës së katërt, që e ka mbrojtur bicikleta. Atë kërkoh sepse personat e tjerë të familjes, ndoshta ne ditën e sotme nuk mund të kërkojmë se duhet të jemi të ndjeshëm për te edhe profesionit që kemi. Është shumë e vështirë, ka shumë persona. Kërkoje linjën, nuk ka rëndësi kush është me ty. Çdo institucioni familjar. E kuptojmë. Fabiola, nuk ka rëndësi kush do jetë me ty, ka rëndësi që dikush që do jetë pranë teje do përçoj mesazhet dhe apelet e dura. Faleminderit për këtë lidhje të parë dhe të drejtë për drejtë, kërkoje linjën sa herë të kesh mundësi, publiciteti i parë dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që pjesa e parë ishte drejt për së drejti nga familjet e 2 fëmijëve të cilët kanë humbur jetën mbrëmjen e së dielës në një aksident të tmerrshëm automobilistik teksa luanin me njëri tjetrin. Kanë qenë 4 fëmijë, të paktën sipas informacioneve që kemi deri në këto momente, 2 kanë ndruar jetë në vend, janë përkatësisht kushurim me njëri tjetrin, 12, 10 vjeç dhe 8 vjeçari, të paktën ju e dëgjuat personin i cili ishte familjar i afërt, por dhe personi i cili ka shoqëruar 8 vjeçarin fillimisht në spitalin rajonal të Durrësit dhe më pas drejt spitalit të traumës, ka qëndruar rreth 24 orë me djalin, rreth orës 9:30 të mëngjesit, djali ka lënë raminacionin ku i është nënshtruar të gjithë ekzaminimeve të duhura dhe ai flet pikërisht për atë çfarë thonë mjekët, ka kaluar rrezikun për jetën, por 8 vjeçari pyet vazhdimisht për 2 kushurinjt e tij. Megjithatë është gëzuar sapo familjari i ka treguar që autori i këtij aksidenti të tmerrshëm është arrestuar. Do doja ndaloja fillimisht me Eksenën. Eksena, është një ngjarje që ti ke folur këtë 24 orëshin e fundit, nuk e di domethënë ti vetë si specialiste si e ndoqe ngjarjen, por njëkohësisht do doja të dija edhe ato emocionet e tua personale. Sigurisht duke qenë nën fëmijësh dhe shife sa të vegjël janë, shokët edhe shoqet, shife sa të vegjël janë. Është rënditje e vis sepse edhe në ambientet ku unë banoj, që konsiderohet një vend që ndoshta mendja jonë thotë që mund të jetë e sigurt, por nuk është e sigurt, sigurisht që të vënë në pikpyetje që fëmijët nuk kanë hapësirën për të luajtur dhe pikërisht luajnë në rrugicë, në trotuar, dhe kupton se sa i vështirë është realiteti dhe sa të rrezikuar jemi të gjithë. Sigurisht e kam vënë veten në këtë lloj pozicioni dhe dhimbja dhe perceptimi mbi këtë dhimbje është nuk ka të përshkruar. Pra, si nën, e vendosur në këtë lloj situate ka vërtet që nuk ka fjalë, sepse dhimbja është kaq e madhe, trauma është kaq e madhe, që vërtet është një traumë sa individuale, por është dhe kolektive për gjithë ne që jemi prindër dhe jetojmë në këto ambiente, dhe që në një mënyrë apo në tjetër kemi elemente të kësaj natyre, pra mungesa e hapësirës së fëmijës, fakti që ka rreth e rrotull njerëz që kanë makina tepër luksoze, por që janë problematik, konsiderojnë problematik dhe
sa herë që ti shprehesh, nuk e ke të vështirë, nuk e ke të lehtë që të marrësh mbrapsht një lloj ndreqje të këtyre elementeve. Pra është shumë e vështirë, sepse nga këto gjëra që shohim sot, nga mënyra se si ne jetojmë, kuptojmë që janë ngjarje që mund të na përsëriten, pra çdo kujt nga ne mund të vijë afër. Dhe kjo është një tronditje shumë e fortë emocionale dhe ndonjëherë them si është e mundur që vazhdojmë të përditshmen dhe ku e bazojmë sigurinë me këto elemente. Heshtja ka pllakosur, thotë Fabiola, nuk mundet askush edhe të derdhi një piklot, kjo situatë mua po më trëmb, thotë Fabiola, sidomos edhe në dhomën ku ndodhen edhe arkivolet. E pa perceptueshme, pra aktualisht të gjithë ne e kemi shumë të vështirë, jo më familjarët dhe të gjithë komuniteti atje, që është e pa perceptueshme të kuptohet dhe të pranohet pra si goditje e fortë emocionale dhe psikologjike, është e pa përballueshme. Dhe pikërisht kjo shpjegon faktin që njerëzit nuk kanë as lot, nuk kanë as fjalë, sepse nuk konceptohet. Dhe pikërisht që do marri kohën e vet gjersa të nxjerrin në pa lotët, dhimbjet dhe gjithë zemërimin dhe inatin që do të sjellë kjo ngjarje, sepse mendoj që ka prodhuar shumë zemërim dhe inat tek të gjithë ne. Ndërkohë që ne i themi fëmijëve tanë mos vini përpara telefonit, dilni jashtë edhe luani ashtu siç kemi luajtur edhe ne dikur, lojrat do t'ju bëjnë më aktiv, janë më të shëndetshme, më social me njëri tjetrin dhe duket që aty janë, ja po të shikosh edhe nga këto pamje. Nuk e fjalë, do me thonë, politika ka folur si majtas djathtas si qëndra, kanë shkuar ndoshta edhe figurat që sa po pam tek familjet, por çfarë i duhet kjo mbështetje familjes në këto momente, ndërkohë që ne duhet kishim reaguar, pse nuk parandalojmë pra, duhet kishim reaguar përpara se ndodhte edhe tragjedia me 2 viktima. Unë mendoj që tek ne ka humbur çdo lloj sensi njerëzillaku, sepse njerëzit mendojnë, ose të paktën policia mendon që e kryen deri diku punën e saj dhe në vetvete nuk e kryen, sepse këto ngjarje tregojnë që jo vetëm policia, por në përgjithësi funksionimi i gjithë shoqërisë që ne kemi ndërtuar na është kthyer mbrapsht. Pra do të thotë nuk kemi një hapësirë të sigurt për fëmijët luajnë në trotuar. Kemi një individ i cili është i përsëritur në sjelljen e tij dhe ne nuk dim ta ndreqim këtë, pra nuk e ndreq dot gjoba faktin që një person është i alkoolizuar, por faktin që një person e ka shpejtësinë shumë qef, pra nuk e ndreq dot as gjoba as burgu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne që të kuptojmë që është një sjellje e përsëritur, është një sjellje që banorët e kanë ngritur zërin dhe është një gjë që ka dhe personat të tjerë që e bëjnë. Pra jo është rrugë që është pistë shpejtësie. Dhe kjo është më e vështira në ato zonë, si nuk ka patur pengesa, pra ka shumë gjëra të cilat mungojnë në këtë ngjarje. Dhe pikërisht kjo është ajo çfarë e bën edhe më zemëruese, pra një sjellje e përsëritur, një person i cili bën sipas shefit të tij, nuk ka ndëshkueshmëri, nuk ka masa për këtë individ, pra i forti bën si ta mendoj mendja e tij dhe ne nuk kemi fuqi, pra policia nuk ka fuqi ta parandalojë këtë situatë. Megjithatë, pamjet janë tepër të rënda 24 orë pas tragjedisë, sepse shikojmë fëmijë të vegjël, dhe fëmijët pikërisht, shokët edhe shoqet e shkollës, i gjithë komuniteti, përfaqësues të ministrive, ministra vetë, ndërkohë që tufat me lule të bardha nuk mungojnë. Flasim për një dhimbje tashmë jo më familjare dhe personale. Është dhimbje kolektive. Është dhimbje kolektive, siç u shpreh edhe Fabiola. Në këtë dhimbje kolektive, si trauma është akoma dhe më e madhe. Si mund të kapërcehet kjo traumë? Sigurisht që është e vështirë, prandaj thash është e vështirë për të perceptuar dhe në varësi të mbytur në lot, të veshur me xeza, domethënë është e papranueshme. Pikërisht kjo është dhe më alarmante çfarë njerëzit të cilët drejtojnë dhe kanë në dorë funksionimin e këtij vendi, pra duhet të kuptojnë që sot kanë dështuar në funksionimin e tyre. Në këtë dhimbje që ka shkaktuar këtij komuniteti, por jo vetëm, edhe ne edhe pse e shohim nga ekrani, do të thotë që jemi në momentin, dhe kjo është dhe më tragjike, që nëpërmjet një ngjarje të kësaj natyre ne të bëjmë thirrje.
pra nëpërmjet një ngjarje dhe jo nga parandalimi. Dhe kjo është dhe më e vështira, pra që ne kemi ndikuar që trauma për të cilën ne flasim dhe punojmë dhe përpiqemi të rehabilitojmë, ne i aktivizojmë tek ta fëmijë me këto ngjarje. Dhe bën që ngjarjet e përsëritura, qoftë nga komuniteti, por edhe në afërsitë të familjes, bën që rehabilitimi të jetë edhe i vështirë, por të krijojë dhe efekte afatgjata që për ne ka një lloj rëndësie të veçantë efektet afatgjata, sepse traumat e kësaj natyre lënë efekte afatgjata, nuk janë afatshkurtër. Dhe prandaj në një moment të caktuar ne themi jemi ky komunitet që jemi, sepse kemi këto trauma të cilat njëra pas tjetrës vazhdojnë dhe nuk ndërpriten. Megjithatë, ne dëgjuam edhe Fabiolën që tha është momenti që gjithë qendra ime të vim dhe pas zvarimit, ditën e sotme që në mbrëmje dhe ne do merremi jo vetëm me familjet, por edhe me djalin e mbijetuar që ndoshta bicikleta i ka shpëtuar jetën, por edhe me 8 vjeçarin. Babai i djalit të mbijetuar që ka shpëtuar mrekullisht për shkak të bicikletës së tij apo manovrës që mund të ketë bërë, nuk e di se si, në fragment sekondi, ishte në gjendje dhe ai shumë të rëndë, edhe fëmia, edhe babai. Përpara se dalim tek ata, do doja ndaloja pak tek 8 vjeçari. Ka qenë i vetëdijshëm kur ka shkuar në Spitalin Rajonal të Durrësit, më pas kjo e fundit e ka dërguar drejt Spitalit të Traumës dhe burri i tezës apo i hallës, se thash nipi i gruas time, nuk e dim saktësisht se kush ishte zotëria, e ka shoqëruar, ka folur, ka qenë koshient, por ka qëndruar në reanimacion deri në orën 9:30 ditën e sotme. Pyetja parë e një 8 vjeçari, duke qenë se i ka dhe kushërinj, pyet që si janë. Dhe ajo çfarë tha zotëria është a janë dëmtuar njësoj si unë. Po. Sigurisht është fëmijë dhe duke parë të gjithë situatën dëshiron. Çfarë do të thotë që ai vetë shumë shpreson që të kenë mbijetuar dhe normalisht nuk e percepton dot që kjo situatë nuk është e njëjtë për ta. Dhe normalisht kjo është një dhimbje që flet dhe gërthet shumë. Dhe si do arrihet tek janë ngjarje kryesisht e vis që nga kujtesa njerëzore nuk reagon, apo do t'ja lënë të nënkuptoj vetë ai sa mund të arrijë një 8 vjeçar. Koha është një tregues se çfarë trauma ngacmon dhe lë në kujtesën e njeriut. Pra kjo ngjarje shihet vetëm në dëmet që i shkakton njeriut në terma afatgjat. Sa kohë do t'i duhet një profesionisti për të arritur deri tek ajo pika? Ka disa kushte, pra nëse janë fëmijë, nëse janë ngjarje të kësaj natyre, nëse përballen me dhimbje, nëse ka humbje jete, të gjitha këto janë faktorë të cilët tregojnë për një seriozitet të efektit të traumës dhe kryesisht janë ngjarje që nuk largohen kur nga psikologjia e njeriut dhe e japin efekt në tyre era pas here. Po ato grimcat e gëzimit, në qoftë se mund ta quajmë kështu, kur mësoj për arrestimin e autorit? Sepse kuptojnë që nuk do të ndodhi më. Pra do të thotë që ai ka qenë një person i cili ka shqetësuar komunitetin dhe ai gëzon, pra sepse nuk e percepton dot situatën që në këtë dhimbje të dënosh një person që të ka shqetësuar pa krijuar këtë situatë, pra të si fëmijë është e gëzueshme se do të thotë që nuk do të ndodhe ngjarje më të kësaj natyre. Është një lloj gëzimi për ndëshkueshmërinë në kontekstin fëminor dhe kjo është edhe më e rëndë, pra që në këtë situatë të gëzohesh që një autor mori dënimin e tij. Qartë, ndërkohë që përpara se të flasim edhe për autorin ose çfarë përfaqëson ai në këndvështrimin tënd për mënyrën se si ka ndodhur aksidenti, sa problematik ka qenë për zonën, konfirmuar edhe nga lidhja e drejtë për drejtë ditën e sotme me Fabiolën dhe me familjarin e 8 vjeçarit, por edhe të 10 dhe 12 vjeçarit tashmë të vdekur në vend nga ky aksident, duket pranë në një këndvështrim që ka qenë kaq fatal sa i mori jetën 2 voglushve për të shpëtuar 8 vjeçari dhe një tjetër person, ja duket edhe pamjet e aksidentit, menjëherë ka braktisur dhe është larguar nga vendngjarja. Çfarë thot kjo në kontekstin tënd, por njëkohësisht edhe deklaratat e tij përpara trupit hetimor në lidhje me këtë ngjarje që nuk e do më jetën, por edhe reagimin e 2 fëmijëve të autorit. Do doja ndaloja pak ke Visi. Visi si e ke përcjell ti? Jo vetëm si profesionist që dalim më vonë
tek çfarë duhet ndryshojë në kodin tonë rrugor, por njëkohësisht edhe si qytetar, si familjar, si pari ju shpe ngushëllime familjarëve viktime, ngjarja është tepër e rëndë, si nga aspekti juridik, normalisht edhe nga aspekti social. Kemi një aksident i cili është me pasojën e vdekjen e 2 fëmijëve të mitur dhe një tret i cili është aktualisht e aksidentuar rënd. Është një vepër shumë e rëndë, edhe vetë pjesa e cila ka ardhur pas aksidentit, largimi i personit, domethënë nga vendi i ngjarjes, edhe ndodhur kjo vepër në kushtet kur kemi një person i cili ka qenë i dehur, te masave të lejuara, edhe ndonë dhe më shumë pozitën në këtë rast. Shifrat e masës alkoolit në i dëgjuam edhe në kronikën hyrëse. Si t'janë dukur? Bëhet fjalë për një masë 0,74 miligram, e cila është, më thënë, në efektin e alkoolit, jemi dhe në masën 0,30. Në ndikimin e alkoolit, jemi më pas në masën 0,50. Në më thënë, tu jemi nga një dyfishim të masës tepër, dhe më thënë që është tepër e lartë. Çfarë mund të ketë konsumuar për të arritur në këto shifra, kaq alarmante? Të përdorimit të alkoolit. Dhe më thënë, kemi bëjmë me përdorimin një alkooli i cili ka një nivel më të lartë alkoolit, dhe më thënë, jo në alkoolit, dhe më thënë, të thjesht, por kemi të bëjmë me një substancë e cili ka një ndikim më të përqendruar. E cila mund të jetë raki? Po, dhe më thënë, kjo i lihet më pas, kemi dëshkëm, është, edhe në qoftë se është, dhe më thënë, verë apo diçka një pje alkoholike, kemi të bëjmë një masë tepër të madhe, dhe më thënë që të kemi një masë dhe 0,70, 0,74 është normalisht është një masë tepër e madhe. Edhe sjellja më pas, dhe më thënë, e autorit pas kryes aksidentit, largimi nga vendi i ngjarjes dhe mosdhënia e ndihmës më njëhershme e viktimave, në këtë rast kemi të bëjmë dhe një rrethan tjetër e cila është një rrethan renduese përshkruar nga 950 pika jo e kodit penal. Sa vepra penale ka konsumuar sipas teje? Atëherë, dhe në momentin që flasim, referuar dhe informacione që ne kemi nga lajmet, kemi të bëjmë me 3 vepra penale. Fillimisht kemi të bëjmë me shkelja e rregullave që urdhërimit rregohet me pasojë vdekjen e 2 fëmijëve të mitur dhe aksidentimin e një personi të tretë. Kemi të bëjmë me drejtimin në automjetit në mënyrë pa rregull në ndikimin të alkoolit dhe kemi të bëjmë dhe më pas me largimin nga vendi i ngjarjes. Të gjitha marra së bashku deri më tani çfarë rrezikon autori? Atëherë, kodi penal është i ashpër në lidhje me veprat kur kemi të bëjmë me pasoja të rënda. Në momentin që ne kemi të bëjmë me pasojë vdekjen e një personi është tepër i ashpër. Do të thënë, mbledhura gjitha referuar dhe kodit penal, kemi të bëjmë një burgimin që mund të rrezikojë deri në 20 vite burgim. Sepse jemi akoma në kushtet një vepre penale i cila maksimumi i saj parashikon, domethënë, këto pra mund të shkojmë deri në 20 vite. Maksimumi, domethënë, është 20 vite, domethënë, burgim mbledhura të tëra së bashku. Por referuar, domethënë, ajo çfarë ne shohim në praktikë dhe në teori, kemi të bëjmë 2 gjëra krejtësisht ndryshme. Sepse referuar të vepre penale kemi të bëjmë me një kundravajtje penale. Por në praktikë, domethënë dhe në teori, ka rezultojnë 2 gjëra këtë kundërta, pasi pasoja e rëndë, e cila vjen si pasojë e këtij aksidenti, kemi të bëjmë që kemi humbjen e 2 jetëve të 2 personave këtë të mitur, dhe në këtë kushte jemi në diskutimin që a duhet ta konsiderojmë si krim apo si kundravajtje penale. Dhe ndërkohë kush është mendimi yt profesional? Sepse ka pasur reagime të shumta edhe nga politika, por edhe një reagim qytetar, të cilët thonë që është vrasje në mënyrë të drejtë për drejtë me dashje. Atëherë, lidhje me atë ti vetë si profesionistë, pastaj si qytetar. Ku do ma klasifikoja? Ne, domethënë, jemi në klasifikimin juridik që bën kodi penal, apo legjislacioni, apo edhe vendime unifikuese të cilat kanë unifikuar praktikën juridike në cilën ne vështrojmë aktualisht, përshikohet si një vepër penale e paragrafit 4, 290 paragrafi 4 me pasojë të rënda. Referuar veprës penale për nga natyra dhe pasojat e për rënd, normalisht duhet ketë një rëndim
më tej të pozitës së pandelit apo aktualisht i cili është person në nënhetim. Domethënë në momentin që flasim me person në nënhetim, pasi akoma nuk kemi përfundimin e hetimeve dhe dërgimin e çështjes për gjykim dhe ndryshimin e cilësimit ti si person në nënhetim në person i pandelit. Fakti që ka qenë përsëritës Fakti ka dhe i ndëshkuar disa herë, sidomos në vitin 2020, mos gaboj? Fakti që ky person ka qenë përsëritës rëndon dhe më tej situatën, pasi jemi gjithmonë në kushtet e parandalimit. Një person i cili ka qenë përsëritës për të njëjtën vepër penale, për tejkalimin e shpejtësisë, për shkeljet vazhdueshme dhe flagrante, unë mendoj që policia nuk duhet, apo drejtori i policisë i cili ka marrë masën nga ajo çfarë është referuar, i cili ka pezulluar gjithë zinxhirin drejtues, jemi në masën që mund kemi edhe disa persona që mund të jenë në kushtet e ne 274 të shpërdorimit detyrës, pasi një person i cili ka shkelje të vazhdueshme, ka shkelje të vazhdueshme, në këto kushte ligji parashikon që këtij personi duhet i hiqet, minimalisht duhet i hiqet leja e drejtimit. Duhet i hiqej patenta, leja e drejtimit dhe nuk duhet ta kishim shmangur shumë mirë të gjithë këtë dhe aksident të tmerrshëm. Mirë visit, falenderoj, duhet kaloj në hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë për ta përmbyllur gjithë emisionin. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, po flasim për aksidentin e rëndë që ka ndodhur në Durrës, ku gjetën vdekjen e menjëhershme nga ky aksident i tmerrshëm, 2 fëmijë të cilët ishin duke luajtur me njëri tjetrin, kushurinj 10 dhe 12 vjeç, ndërkohë që kanë mbijetuar një 8 vjeçar dhe i ka shpëtuar rrezikut për jetën, patë mundësi në pjesën e parë që i afërmin që e ka shoqëruar që nga momenti i parë voglushin 8 vjeçar që ka qëndruar gjithë natën me të edhe paraditën e sotme dha disa detaje në lidhje me 8 vjeçarin, por edhe me gjendjen e 2 familjeve, ndërkohë që dha edhe një detaj të jashtëzakonshëm në lidhje me fëmijën e 4, i mbijetuar vetëm nga bicikleta e tij, babai i të cilit edhe ai është në gjendje të rëndë, po ashtu edhe voglushi tjetër, ndërkohë që në këto momente, përpara se të marrim edhe mendimet e fundit në lidhje me autorin e kësaj ngjarje të tmerrshme, do ndjekim pikërisht një blok intervistash të banorëve si e kanë përjetuar ato komuniteti i zonës, të sjella në redaksin tonë të informacionit nga kolegja Klodena Haxhiaj. Njëra familje jatu shetë të smur në Itali, në me mori vështerin, përveç e smur, tjetëri po është të truditi e madhe, jemi truditi cilagje. Po të më kanë zhu, po të ti që është për fajt policisë, fajt shtetit. Arkia është të formuar shtetit, të serë policia për të më nashtu. Edhe duhet të merin masat, të parandalonin, të një mrapa s'ke qipë në sekundë. Kjo është së një. E patë ato që ndodhën në një? Po e pamë të në shumë në lagë. E pamë. Në lagë, në tragedi. Sa të e tragedi? Tragedi. Asë këmë fritë është një granë buka si që në gjithë që lagë. Jo vetëm ata që ndodhi që për e bujë shpirtri, po për e bujë shpirtri gjithë, po të ndodhë atyre më të ndodhë në lesë. Shpeci, prerni me shpeci maksimale, e kësirati. Si shtë? Në këtam, babneve dhe ka një Itali e ka të sma. Se njerës të duar, ikin pa mend të kokë. Shkojnë pa mend të kokë. Ndodhe dhe ato që panë, normal që të tërmaksën, se s'kanë qa bëjnë tjetër. Nuk është ishte të masin për filma. Nuk këti, s'ka fjallë, nuk gjendet fjallë për ta. Mben leqe të natën pa gjumë, po edhe fëmitu të meruan, nuk ishe gjumë si për njëri. Shtetit mëri masa, vetëm këtë dim tjetër. S'kemi lafe qatë. Ju keni shpinë këtu afer? Po, këtu afer jam gjithë. Nuk kemi fjallë se qatë thush për këtë që ndodhi. Se nuk se ishte era e parë për atë lloj personi. Ka qenë problematik në lagje? Ka qenë problematik. Kur ishte i papir, nuk ishte një rit më të mirë se ai. Po ama kur pinte nuk din pse. Nuk di ç'të themi, nuk e di. Digjet ta marri vesh tër dynjaja që ikin kështu ka të luajtur.
Këtu jeni banore Lagjës? Po, banore. I ke gjë këta? I ke të afër? Të miti kam. Aha, si po e përjetojnë të gjithë të dhimbje? Jo vetëm unë, e gjithë Shqipëria po e përjeton. Shkrimi mi madh, ky është, kaq. Si po e përjetojnë familjarët në gjithë të situatë? Më keq. Më keq. Më keq. Kaq që nga mua. Rikthehemi mbas bllokut të intervistave, të gjithë në një mendje në lidhje me atë çfarë e shkaktoi aksidentin, por mbi të gjitha për autorin. Në lidhje me autorin, dëgjova një nga banorët që tha njëri më i mirë kur ishte i alkolizuar, në momentin që alkolizoi ai ishte tjetërsoj. Pra, mos kërkimi i ndihmës kur je një person kaq problematik. Në përgjithësi, personat e varur ndaj substancave është treguar që nuk kërkojnë ndihmë. Nuk janë në atë lloj niveli vetdije ose kuptueshmërie që ne pretendojmë që ta heqin dorë nga konsumimi i alkoolit. Dhe prandaj është komuniteti, është familja e cila ndërhyn në këto raste, por ne ende nuk mundemi dot që nëpërmjet komunitetit personat që janë të varur të shkojnë në institucione, për më tepër që është vështirë se nuk kemi. Po familja, roli i familjarëve të zotërisë. Familja e ka të vështirë, sepse personat mund, nëse zotëria cilësoj që ai tjetërsohet, do të thotë që mund të bëjë agresiv, që dilte një pjesë e erët e tij, do të thotë që dhe familja e kishte shumë të vështirë, se për shkak të agresivitetit, ndoshta të dhunës në familje, sigurisht që familja e ka shumë të vështirë. Prandaj kërkohen forca të jashtme, kërkohet forca e komunitetit, forca e ligjit, e cila në mënyrë apo një tjetër e detyron personin që të rehabilitohet. Dhe kjo është shumë e nevojshme, sepse personat që konsumojnë alkool janë në rritje, dhe në këtë gruposh shihet gjithmonë më shumë, pra ka gjithmonë evidenca, qoftë nga dhuna në familje, që bashkëshoqërohet me abuzimin me alkoolin, por jo vetëm, janë dhe varësia ndaj substancave që kanë marrë dhe po marrin një zhvillim që po ashtu krijojnë të njëjtën gjendje humbje vetdije, sidomos në drejtimin e mjetit. Nuk është vetëm agresiviteti, përqendrimi, vetdia, aftësia për të menaxhuar dhe drejtuar mjetin, të gjitha këto nën efektin e substancave me një mjet ato kthehen në armë. Pra makina është armë me këta persona dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë. Që sepse u cilësua nga banorët shumë shqetësues dhe fakti që ajo bëhet si pistë. Kjo duhet të shërbejë për policinë, që nuk duhet të ketë asnjë lloj sensi korrupsioni, ndërhyrje dhe asnjë lloj tolerancë për personat që konsumojnë dhe kanë drejtimin e mjeteve, sidomos mjetet e cilat janë të sofistikuara, që të drejtohen nga këta persona dhe duhen marrë masa në mënyrë urgjente dhe nuk kërkohet asnjë lloj tolerimi, sepse ne do të fillojmë të vazhdojmë të vuajmë me këto pasoja. Mund të më bësh një profil të autorit, pra ne shikojmë pamje nga vendngjarja. Ja. Pra mjeti është një mjet relativisht i mirë. Okej. Largohet? Largohet sepse nga disa momente që tregohet ka venduar por edhe nga shifrat e alkoolit që u diskutuan në pjesën e dytë me avokatin. Sepse ngjarja e ka risjell në çfarë e ka shkaktuar? Mund të më thuash pak çfarë ka ndodhur me të? Ka kuptuar, s'ka kuptuar? Konsiderohet një person i cili ka pas qef shpejtësinë. Kështu e përshkruajnë. Çfarë ka ndodhur duke parë edhe në efektin e alkoolit, sigurisht që rritet ky aspekt. Në efektin e alkoolit ai nuk është në gjendje, pra sepse alkooli e ul aftësinë e individit për të reaguar në situata emergjence dhe në një situatë shpejtësie maksimale. Për të thotë që të dyja këto të kombinuara, pra efekti i alkoolit që ul aftësinë e individit për të qenë i përqendruar, i vetëdijshëm dhe për të gjykuar atë çfarë ne themi që i nevojitet një drejtues i mjeti dhe fakti që e ka patur qef, të dyja këto bëjnë që ai ta ketë humbur totalisht. Çfarë ka shkaktuar, prandaj edhe është larguar?
Sigurisht ai kur del nga mjeti kuptohet pa që ka parë një skenë e cila dhe duke vënduar në kohë kuptohet që i është rikthyer realitetit pikërisht nga tronditja e asaj që ka parë dhe sigurisht që ka patur frikë dhe ka dashur të ikë, ka menduar vetëm për veten dhe pasojat e tij. Çfarë tregon kjo gjë? Sigurisht që një individ i cili është i fokusuar vetëm në nevojat dhe dëshirat e tij. Dhe fakti pra që atij nuk ishte treguar asnjë rruga që sjellja e tij, pra kokforte në raport me shpejtësinë dhe fakti që të bëjë element narcizmi, çfarë tregon? Nuk do doja ti përmendja këto, por tregon që një njeri totalisht i fokusuar në e kupton se çfarë ke shkaktuar, si mundet. Dhe aq më tepër kur kemi të bëjmë me fëmijë. Pa edhe kur e ka kuptuar se çfarë ka shkaktuar, ka menduar përsëri për frikën e tij. Po çfarë do të thotë? Mund të jenë nuk i përmendë, unë guxova dhe i përmenda. Sigurisht mund të ketë shumë, pra një njeri i cili është dhe kaq egoist ose i fokusuar totalisht në dëshirat, mund të jetë dhe fëminor në raport me zhvillimin. Ka qenë thjellët për ta kuptuar apo jo, sepse dua të ndaloj edhe në një moment tjetër për mënyrën se si është shprehur në komisariat. Thellësinë, por që pasoja që ka shkaktuar dhe fakti që e ka parë, pra nuk kërkon shumë thellësi dhe atë logjik që ne kërkojmë për të kuptuar se çfarë ka bërë. Dhe fakti që ka ikur, pra pikërisht ka menduar vetëm për veten e tij dhe pasojën ndaj vetes tij, jo në raport me të tjerë. Dhe kjo ka treguar që ai nuk ka qenë person i interesuar, pra fakti që ne kërkojmë një person që të jetë interesuar për emocionet, për komunitetin, për të tjerët, ky është një person të cilën tregon me këtë sjellje që nuk i ka patur. Ndoshta edhe për shkak të dëmtimit që ka bërë alkooli në mënyrën e tij të funksionimit, sepse varet për sa kohë ai konsumonte, varet niveli i varësisë, dhe nuk është vetëm fakti sa ka konsumuar. Mbasi kapet nga policia dhe shkon në komisariat. Nuk e dim se sa ka qenë në policia ka filluar dhe aty thot nuk e dua më veten time. Patjetër, sepse është minimumi që mund të thuash mbas asaj çfarë fillon dhe kupton se çfarë ke bërë. Dhe normalisht prandaj quhet, si të thuash vërtet, nuk është një krim, por quhet krim në mënyrë indirekte, sepse të dyja këto gjëra që janë bashkuar kanë krijuar këtë pasojë. Pra, me një logjik të thjeshtë kupton që do të vinte ky moment nëse ai ishte një person që ka patur qef shpejtësinë dhe konsumonte alkool. Dhe fakti që ai ka shkuar në komisariat është në këtë rrugë me shpejtësi, këtë sa rrit ta kuptoj unë. Aty e bëjnë dhe njerëz të tjerë, pra sipas banorëve e bëjnë dhe njerëz të tjerë, dhe e bëjnë dhe në efektin e substancave sipas rrëfimit të tyre. Megjithatë, aty duhet të jenë edhe ato asfaltet, gungat, të cilat duhet të ketë barierat, pra mbrojtje për të mos u tejkaluar shpejtësia, nuk e kuptoj çfarë po ndodh aty. Me tregohet që zhvillimi në këtë zonë ka një primitiv, pra aty ka përveç se ndërtesa, nuk ka asnjë logjik psikologjike mbi mënyrën se si do jetojnë këta njerëz. Pra ka fëmijë, duhet të ketë sheshe, pra nuk ka logjik. Prandaj them që ne jemi primitiv në mënyrën se si ndërtojmë ambientin ku banojmë. Pra ka vetëm banesa, ka një rrugë të ngushtë, ka disa trotuare dhe asnjë logjik se si këta njerëz do jetojnë. Pasiguria për fëmijët tanë që po rriten në këtë vend është i madh, jo vetëm nga aksidentet në rrugë, por nga çdo rrezik tjetër. Po ta shikosh, fëmijët kanë qenë duke luajtur përballë sheshit të lokalit. Afër tavolinave. Nuk kanë qenë në rrugë. Nuk kanë qenë fare në rrugë për të mos u larguar edhe vëzhgimit të familjarëve. Sepse në qoftë se do largohen pak metra më tutje, nuk i dihet se çfarë ndodh, jo vetëm nga aksidentet, por edhe nga çdo rrezik tjetër që i vjen fëmijëve tanë nga rruga. Visi. Do të edhe po dhe shikojmë, normalisht duhet një mendim i një eksperti në lidhje me mënyrën se si ka devijuar. Edhe po ta shohim me sytë lidhje, ne shohim që ka një devijim komplet nga drejtimi i po dhe makina e parkuar e ka ndihmuar pak se mund kishim një bilanc tjetër. Edhe dëmtimet që kemi nga pika fundore e cila është, domethënë, që ka pritur gjithë në shpejtësinë edhe që ka ndaluar automjeti, kemi edhe dëmtimin e automjetit tjetër i cili ka qenë i parkuar. Dhe kemi një devijim komplet nga rruga, domethënë dhe një tejkalim. Visi këtë e bëm vetëm alkooli, sepse të paktën sipas informacioneve që kemi janë ushtruar edhe lëndëve të tjera. Ndoshta edhe në konsumimi. Një ndër shkaqet të cilat është rëndësishme për hapur, dhe domethënë edhe në praktikën ligjore, apo edhe në përditshmëri kemi minimumi diku 2-3 persone cilët janë ndaluar për
përdorimit alkoolit apo përdorimit të substancave narkotike në drejtimin e automjetit, e cila duhet jetë e patolerueshme. Ne kemi edhe një ligjin, domethënë ish ministri e cila e ka propozuar që duhet jetë nivelit 0 për përdorimin e alkoolit për gjithë drejtuesit automjeteve, sepse në këtë moment kemi jo më një drejtues automjeti, jo më një automjet me cilën po transportojmë, por kemi një armë e cila mund të ndikojnë në secilin prej nesh. Unë ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, shpresoj të kemi shërbyer sadopak dhe mos kemi në fakt tragjedi të tilla. Nuk e di ndonjë fjalë për familjen e të dy viktimave, përveç se ngushëllimeve. Absolutisht është një gjë tepër e rëndë. Mendoj që edhe nga ana e prokurorisë e gjykatës duhet kemi një zbardhje të ngjarjes, të dinamikës se si ka ndodhur ngjarja, me këtë qëllim kemi edhe një zbardhje se si qëndron e vërteta. Faleminderit avokat Eksen. Sigurisht që unë doja për gjithë komunitetin dhe për gjithë njerëzit që jetojnë në këtë vend që nëse duhet të reagojmë, nëse duhet të tregojmë profesionist çfarëdo pozicioni që mbajmë, e rëndësishme është kuptojmë që kemi përgjegjësimë për mos zbatimin e një ligji apo një rregullore për komunitetin. Pra gjithë secili nga ne duhet të zgjojë pak përgjegjësinë dhe ta çojë punën deri në fund, sepse jo vetëm që mbron komunitetin, por mbron dhe veten, sepse askush nga ne nuk është i mbrojtur. Çfarë ka në dorë komuniteti për ta parandaluar ngjarjen? Pse bëhemi bashkë në tragjedi të tilla? Kjo fakt është e çuditshme për ne që kemi filluar, por ndoshta nga rolin e politikës, se është përdorur nga gjitha krahët kjo ngjarje. Mendoj që askush nuk duhet të flasë, politika nuk duhet të flasë se ka folur me këtë ngjarje. Me këtë ngjarje nuk duhet të flasë askush me asnjë lloj fjalie se ka folur me këtë ngjarje sa e aftë edhe sa mirë e bën punën e zhvillimit të komunitetit. E rëndësishme është që nëse mundet këta oficerët e policisë të kenë mundësi që këtyre të fortëve, këtyre njerëzve edhe largimin e drejtuesve, por kjo nuk ndryshon asgjë. Nuk ndryshon asgjë sepse ajo rruga ka nevojë për shumë elemente sigurie, nuk e ndryshon, nuk i prish dot banesat, që të krijosh ambiente që të luajnë fëmijët, të ketë një hapësirë më të gjerë të rrugëve, të ketë një hapësirë më të gjerë për trotuarët. Edhe sa të sigurt janë fëmijët ke parqet, duhet ta diskutojmë edhe këtë. Pikërisht. Dhe duhet të jenë gjithmonë shoqëruar nga. Të ketë një shkëputje logjike ndërmjet makinës që lëviz dhe hapësirës ku luajnë fëmijët, sepse sigurisht që luajnë me top dhe kanë mundësi që të dalin pa pritur në rrugë dhe kjo është një nga vështirësitë më të mëdha. Por mendoj dhe nëpërmjet këtij emisioni, a do na shërbej kjo traumë kolektive dhe reagimi këtij lloji komuniteti të mos përsëriten ngjarje të tilla? Duke qenë dinamika e problemeve që ne kemi, apo jemi pak hipokrit, midis këtyre mund të ketë edhe ato persona të cilët jo vetëm autori kalon me shpejtësi në këtë vend ngjarje. Nuk ketë njerëz që lëvizin me shpejtësi aty dhe sigurisht që kjo është, do të japi efektin e saj, aq sa mundet, por që të ketë efekte afatgjata ndërgjegjësimi, duhet që strukturat që organizojnë këtë vend të jenë më të përgjegjshëm për pasojat. Mirë, ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, falenderoj edhe Fabiola Elezaj, sociopsikologja jonë, e cila ishte në familjen e dy viktimave, patëm një rrëfim ekskluziv të njërit prej familjarëve që kishte qenë në vendngjarje, që kishte marrë 8 vjeçarin e mbijetuar nga ky aksidenti të mërshëm, e ka shoqëruar mbrëmjen e kaluar në spitalin e traumës, por njëkohësisht ka qëndruar deri në orët e para të mëngjesit ditën e sotme sapo ka lënë raminacionin dhe është në një dhomë na përshkroi edhe gjendjen e tij shëndetësore dhe çfarë ka ndodhur, çfarë ka bërë 8 vjeçari, duke pyetur për kushërinë e tij. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme. Bashkë takojmë në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.